Dashi. Yjet do t'ju japin energjinë e duhur gjatë kësaj dite që ju të shkëlqeni sa më shumë. Do ndiheni më të motivuar dhe më të sigurt në çdo hap që do hidhni. Financat do jenë edhe më të favorizuara dhe gjendja do përmirësohet papritur, aq sa mezi do e besoni që gjithçka po ndodh realisht. Nëse keni një lidhje, do qëndroni më shumë kohë me partnerin, do e dashuroni pa dorashka dhe për çdo gjë do bashkëpunoni fort. Harmonia dhe mirëkuptimi do jenë çelësi i kësaj dite. Edhe ju beqarët do jeni magnetik dhe do tërhiqni pa shumë përpjekje cilindo person që i keni vënë syrin. Jeta profesionale nuk do jetë perfekte, por do arrini të lidhni kontakte me disa persona të rëndësishëm, të cilët shumë shpejt do ju ndihmojnë të realizoni atë që keni ëndërruar prej kohësh. Shëndeti, energjia do jetë e lartë, por shmangni lodhjen e tepruar. Organizoni më mirë kohën e pushimit për të ruajtur ekuilibrin fizik dhe mendor. Këshilla e ditës, besoni tek mundësitë që po ju hapen dhe mos hezitoni të shfrytëzoni kontaktet e reja. Demi. Prezenca e Marsit në qiellin tuaj mund t'ju bëjë goxha impulsiv sot dhe rreziku për të marrë vendime të pamenduara do jetë i lartë. Duhet të tregoheni më të kujdesshëm, sidomos në marrëdhëniet personale. Nëse keni një lidhje, prirja për të fshehur të vërtetën ose për të mos qenë të sinqert do e tensionojë edhe më shumë situatën. Partneri mund të humbas besimin dhe ta shohë me dyshim të ardhmen tuaj së bashku. Ju beqarët mund të pëlqeni fort një person dhe do bëni sakrifica vetëm për ta bërë për vete. Në punë nuk do koordinoheni si duhet me kolegët dhe kjo mund t'ju pengojë të përfundoni në kollë detyrat që ju janë kërkuar. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme dhe kërkojnë më shumë maturi. Shëndeti, nervozizmi dhe stresi mund t'ju shkaktojnë lodhje mendore. Kujdesuni për qetësinë tuaj të brendshme. Këshilla e ditës, mendoni 2 herë para se të flisni apo të veproni, sidomos në raportet me njerëzit e afërt. Binjakët. Nëse nuk bëni asnjë çmenduri dhe qëndroni gjatë gjithë kohës me këmbë në tokë, nuk do keni asnjë problem gjatë kësaj dite. Qetësia dhe maturia do jenë aleatët tuaj më të mirë. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia me partnerin do thellohet edhe më tepër. Do i harroni problemet e së shkuarës dhe do e shihni jetën me një sy tjetër. Nëse jeni beqar, fatkeqësisht sot nuk do keni shumë fat në dashuri dhe përpjekjet për të joshur mund të jenë të kota. Në punë është e rëndësishme të siguroheni mirë para se të veproni, në mënyrë që të shmangni gabimet apo keqkuptimet. Saturni do ua qartësojë mendimet në planin financiar dhe nuk do hidhni hapa të nxituar. Gjendja ekonomike do mbetet e mirë. Shëndeti, do ndiheni përgjithsisht mirë, por shmangni stresin e panevojshëm dhe kujdesuni për gjumin. Këshilla e ditës, durimi dhe qetësia do ju çojnë më larg se sa nxitimi. Gaforia. Ditë shumë e bukur ka për të qenë kjo e sotmja. Do ju ndodhin shumë gjëra interesante që do ua mbushin zemrën me gëzim dhe optimizëm. Ju që jeni në një lidhje do gjeni mënyra nga më të ndryshmet për t'i treguar partnerit sa shumë e doni dhe ai do ndihet i vlerësuar dhe i lumtur. Ata që kanë kohë së bashku mund të marrin edhe vendime të rëndësishme që do ua ndryshojnë të ardhmen. Ju beqarët nuk do keni dashuri me shikim të parë, por njohjet që do bëni mund të shndërrohen shpejt në diçka serioze. Në punë do jeni energjik dhe të vendosur për të realizuar gjithçka që keni planifikuar. Financat nuk do kenë asnjë problem. Shëndeti, vitaliteti do jetë i mirë, por mos neglizhoni ushqimin dhe pushimin. Këshilla e ditës, shijoni momentet e bukura dhe mos keni frikë të merrni vendime për të ardhmen. Luani. Pak më shumë diplomaci nuk do ju bënte as pak keq sot, si në planin familjar, ashtu edhe në atë sentimental dhe profesional. Nëse keni një lidhje, shprehni ndjenjat dhe flisni hapur për ato që ju shqetësojnë. Partneri, duke parë përpjekjet tuaja, mund të ndreqë gabimet dhe t'ju plotësojë dëshirat. Ju beqarët pranoni ftesat për dalje, por mos u nxitoni të jepni premtime. Në punë do jeni shumë të saktë dhe të kujdesshëm, duke mbrojtur me vendosmëri të drejtat tuaja. Askush nuk do mundet t'ju shkel. Financat do përmirësohen ndjeshëm fal një shpërblimi të merituar. Shëndeti, do ndiheni mirë fizikisht, por ruani ekuilibrin emocional. Këshilla e ditës, diplomacia dhe qetësia janë armët tuaja më të forta sot.
Virgjëresha. Përgatituni për tension dhe disa probleme gjatë kësaj dite. Nëse keni një lidhje, yjet rrezikojnë të nxisin debate, sidomos për çështje financiare. Do ndiheni her pas here të ngarkuar shpirtërisht dhe kjo mund t'ju lodhë. Tregohuni të matur dhe mos u besoni verbërisht personave që mund të përpiqen t'ju joshin. Në punë mos nguroni të ndërmerrni iniciativa, edhe nëse nuk jeni të sigurt për rezultatin. Të paktën tentoni dhe guxoni. Financat nuk do jenë katastrofike, por gjendja nuk do jetë ashtu siç do dëshironin. Nëse është e nevojshme, kërkoni ndihmë. Shëndeti, stresi emocional mund të ndikojë në gjendjen fizike. Relaksohuni dhe merrni kohë për veten. Këshilla e ditës, mos u dorëzoni përballë vështirësive, çdo përpjekje ka vlerën e saj. Peshorja. Ditë mjaft e paqëndrueshme ka për të qenë kjo e sotmja. Në disa momente do ndjeni gëzim në shpirt, ndërsa në të tjera mund t'ju pushtojë një ndjenjë e thellë brengosjeje. Luhatjet emocionale do jenë të pranishme dhe do ju duhet përpjekje për të ruajtur ekuilibrin. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të qëndroni me këmbë në tokë dhe të mos kërkoni gjëra tepër të mëdha. Partnerit mund t'i duket vetja i padobishëm që nuk arrin t'ua plotësojë dëshirat dhe kjo mund ta shtyjë t'ju lërë më shumë hapësirë, madje edhe të distancohet. Ju beqarët do mendoni të mos bëni asnjë ndryshim në jetën tuaj sentimentale, por një takim i orëve të vona mund t'ju bëjë të ndryshoni mendim papritur. Jeta profesionale do jetë e favorizuar dhe e mbushur me arritje. Ky sektor do ju jap arsye për të buzëqeshur dhe për të pasur më shumë shpresë për të ardhmen. Buxheti do jetë goxha i mirë fal për kujdesjes dhe menaxhimit të kujdesshëm që keni treguar kohët e fundit. Shëndeti, emocionet e forta mund t'ju lodhin psikologjikisht. Mundohuni të gjeni momente qetësie dhe të mos i mbani gjërat brenda vetes. Këshilla mos kërkoni për sosmëri tek të tjerët, balanca vjen kur pranoni realitetin ashtu siç është. Akrepi. Sot do jeni në humor të shkëlqyer. Do qeshni gjatë gjithë kohës dhe do përpiqeni t'u përçoni gëzim edhe atyre që ju rrethojnë. Energjia pozitive do jetë e dukshme në çdo sjellje tuaja. Nëse jeni në një lidhje, shfrytëzojeni kohën e lirë për të qëndruar pranë partnerit. Afrimiteti do ju ndihmojë të zgjidhni disa probleme të mbetura pezull dhe do ju shtojë emocionet. Ju beqarët do jeni një tërheqje shumë e fortë për një person të afërt me rrethin e miqve, por turpi mund t'ju pengojë të shprehni ndjenjat. Në punë do jetë Marsi ai që do ju ndriçojë idetë dhe do ju shtyjë të hidhni hapat e duhur. Në çdo profesion ku jeni të angazhuar, do arrini sukses. Financat nuk do jenë as të shkëlqyera dhe as problematike. Vendosni pak më shumë disiplinë në shpenzime sepse kjo do ju ndihmojë në vazhdimsi. Shëndeti, gjendja fizike do jetë e mirë, por mos e teproni me lodhjen. Këshilla e ditës, shprehni atë që ndjeni, edhe nëse fillimisht ju duket e vështirë. Shigjetari. Gjatë kësaj dite do përjetoni më shumë ndjesi negative se sa pozitive dhe buzëqeshja do ju venitet her pas here. Do ndjeni më të tërhequr dhe më të menduar se zakonisht. Nëse keni një lidhje, ekziston rreziku të zhgënjeheni nga partneri dhe kjo do ju çojë drejt pesimizmit. Komunikimi mes jush do fillojë gradualisht të dobësohet dhe do ndjeni një distancë emocionale. Ju beqarët lëreni veten të lirë, argëtohuni dhe mos e mbani mendjen tek krijimi i një lidhjeje. Çdo gjë do ndodh në momentin e duhur. Në punë mund të lidhni marrëveshje me persona ose kompani të huaja, gjë që është mjaft pozitive për të ardhmen tuaj profesionale. Financat do jenë më të mira se më parë, por ende jo në nivelin që do dëshironin. Shëndeti, lodhja mendore do jetë më e theksuar. Kujdesuni për pushimin dhe qetësinë. Këshilla e ditës, mos e detyroni veten të ndiheni mirë, pranoni edhe ditët më të vështira. Britsjapi. Urani do ndikojë shumë pozitivisht gjatë kësaj dite në jetën tuaj dhe do ju bëjë më të qeshur dhe më optimist. Do ndiheni më të lirë në shprehje dhe më të hapur ndaj ndryshimeve. Nëse keni një lidhje, mund të bëni dhe të merrni deklarata të rëndësishme me personin që keni në krah. Mjedisi yjor do jetë i favorshëm për çdo hap që do hidhni në dashuri. Ju beqarët përpiquni të tregoheni më pak kërkues dhe do gjeni më shumë persona të përshtatshëm.
Askush nuk është perfekt dhe kjo duhet pranuar. Në punë do jetë një ditë e shkëlqyer. Do keni ide fantastike për të arritur më lart dhe do arrini t'i realizoni. Për të stabilizuar financat do luftoni fort, më shumë se sa e kishit menduar ndonjëherë, por në fund do arrini rezultatet e shumë pritura. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por ruani ekuilibrin mes punës dhe pushimin. Këshilla e ditës, mos kërkoni të pamundurën, përparimi vjen hap pas hapi. Ujori. Shenja juaj do influencohet pozitivisht nga yjet gjatë kësaj dite. Do i merrni gjërat me seriozitet dhe nuk do rreshni së buzëqeshuri. Do ndiheni më të fortë dhe më të sigurt në vendimet tuaja. Nëse keni një lidhje, pritet një ditë e animuar. Marrëdhënia me partnerin do konsolidohet edhe më shumë dhe emocionet pozitive do mbizotërojnë. Ju beqarët më mirë të mos hidhni asnjë hap sot, sepse ekziston rreziku të lëndoheni emocionalisht. Në punë kjo është dita ideale për të reaguar dhe për të vepruar. Planetët do ju japin një forcë të paimagjinueshme. Financat do përmirësohen fal një promovimi ose shpërblimi nga një projekt i rëndësishëm. Shëndeti, do ndiheni mirë në përgjithësi, por shmangni stresin e panevojshëm. Këshilla e ditës, veproni me mençuri dhe mos nxitoni në çështjet e zemrës. Peshqit. Fal mbështetjes së yjeve, sot do jeni shumë më të hapur dhe më të dashur me ata që ju rrethojnë. Do e keni më të lehtë të dilni nga situata delikate dhe do ndiheni më të sigurt në veten tuaj. Nëse keni një lidhje, do arrini të flisni hapur për çështje të ndjeshme dhe më në fund t'i zgjidhni ato. Ju beqarët do bindeni gjithnjë më shumë se personat që keni njohur së fundmi ju përshtaten dhe mund të hidhni hapa të rëndësishëm. Në punë do dini të hidhni hapat e duhur dhe nuk do dorëzoheni, pavarësisht lodhjes apo pengesave. Financat do jenë dukshëm më të mira se dje. Shëndeti, gjendja emocionale e mirë do reflektohet edhe fizikisht. Këshilla e ditës, besoni tek intuita juaj, ajo sot do ju udhëheq saktë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.